Si jeni? Shikues dashur, jemi tek Premium Bakery. E tashme ju e diri që one nuk nisem kërka pa marrë produkte këto për mu, por edhe për ekipën. Po du me marrë sot diçka që ka dalë e re në Premium, që bëdu me provu pa tjetër, është ky croissanti me fëstëk dhe Nutella, apo? A mëj me marrë një, edhe një veç me fëstëk, gjithashtu bëdu me i marrë 15 mantia, një sandwich, po i marrë ka një sandwich për krejt ekipën, a bën 5 ciabatta spicy, i marrë krejt produktet edhe me zi po pres me marru. Shikues të dashur të emisionit Pasion e Profesion, mirë se po takojemi në Itali, pra në Milano të Italisë. Ne po vazhdojmë të udhëtimet tona ku po takojmë shumë shqiptarë me restorantet e tyre në për vende të ndryshme, e tani jemi në Milano. Unë këtu jam të kështjela Sforzisco, e cila është një ndër monumentet më të rëndësishme të Milanos. Këtu pra është një muze i cili mban disa nga koleksionet më të rëndësishme të artit dhe historisë në Milano. Këtu pra ndodhet një ndër thesaret më të çmuara, Pieta Rondanini, e cila është vepra e fundit e papërfunduar e Michelangelos. Ju qëndroni me ne për të parë se ku do shkojmë sot. Shikues dashur, sot jemi tek një restorant shumë i mirë, jemi tek Domish në Milano, e këtu bashkë me mua është edhe pronarja e restorantit Domish, Malvina Pasko, e cila bashkë me bashkëshorten e saj e ka këtë restorant kaq të bukur në cilin jemi sot. Malvina do na tregoj më shumë edhe për restorantin. Malvina, faleminderit shumë që na pritët sot këtu. Faleminderit juve. A mund të na tregu se si ka qenë fillimi, si keni vendos pra me hap këtë restorant? Dëshira jonë ishte ajo që të krijojmë një ambient familjar, si ashtu e krijojmë dhe në familjen tonë bashkë me shokët tanë, duke gatuar barbecue në shtëpinë tonë. Dhe po emri Domish. Në mes të Milanos, Domish. Emri Domish lindi nga fakti që kemi dash të restoranti jonë të japim identitetin tonë, ku ardhja
jonë shqiptare dhe dashuria për atë dheun, ishte shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë t'i jepni emrin Domish Milano. Pra, si sa është më herët, Domish në mes të Milanos. Po, tregona se çka e bën restorantin Domish më të veçantë se restorantet tjera? Domish, ne jemi shumë për ushqimin cilësor, kujdesemi shumë sidomos edhe për mishrat e ardhra tek restoranti jon, ku marrim mishrat nga gjithë bota, po gjëja më e veçantë është se ne i seleksionojmë në bazë të rritjes ushqimet që han kafshët që vinë tek restoranti jon, mishi që vjen te restoranti jon. Dhe kafshët rriten në fusha, nuk rriten në stalla. Kështu që cilësia që ne kërkojmë tek restoranti jon dhe mundojmë t'i japim klientëve, edhe kjo është fakti që mishi është më cilësor, edhe ne tek Domish Milano duam më tepër cilësinë, që edhe klientët i transmetojmë cilësinë e ushqimeve që hanë. Po, si e bëni përzgjedhjen e menys dhe si i përshtateni klientit? Menun ne e ndryshojmë çdo stagione, çdo stin, edhe se mundohemi gjithmonë që t'i japim prodhimet freskëta klientit, prodhimet sezonale, po. Edhe kjo është njëra motivet që ndërtoj menun, gjë e parë me fjalë që ndërtoj menun. Po, kur jemi te klientët, si siguroheni që gjithmonë klientët të dalin të kënaqur? Sigurohemi në radhë të parë japim buzëqeshjen tonë, mirëpritjen tonë, si që kemi ne zakon shqiptarët, si mirëpresim dhe ne në shtëpitë tona, edhe duke dhënë cilësinë, buzëqeshjen, dashurinë klientëve, detyrimisht do mbesin të kënaqur. A keni ndonjë histori interesante ose ndonjë sfidë cilën e mban mend deri sot prej kur e keni hap restorantin? Sfidat janë të përditshme, sidomos për kush ka familje si ne. Normal që janë gjithmonë të përditshme dhe janë shumë, po do të përballuar ditë më ditë për të arritur tek ëndra që kemi. Po, normalisht. Po, cilat janë planet e së ardhmës për ju edhe ndoshta edhe për Domish? Po, fakti që kemi zgjedhur edhe emrin Domish Milano, e kemi precizuar në Milano se dëshira është që mund të hapim edhe nëpër qytetet o shtete tjera. Po. A pritet ndoshta andej nga prejardhja? Po, pse jo? Do na pëlqente shumë, pse jo? Do na bënit edhe neve qefin. Faleminderit. Malvina, po ndonjë këshill që i kishe jep sipërmarrësve të ri që janë në këtë industri? Po, këshilli jam është ajo që të jenë vetvete, mos kopjojnë as dika dhe të arrijnë të ëndra tyre dhe mos të dorëzohen kurrë. Faleminderit shumë Malvina. Faleminderit juve, faleminderit.